bëhe me gra. Papa Francesku ndjes pas, vdiq. Unë nda nga jeta, po një javë para, tha, punët shkojnë më mirë me gratë. E tha ai, pap. E të tjera tjera. Po këto janë opinione, nuk kam unë, nuk insistoj. Ama di një gjë, që nëse ju do mobilizoheni fort, edhe burrat do vinë mbas jush, se ata mbas jush vinë gjithsesi. Dhe lum ata burra që e pranojnë, që fal grave janë më të fort, kanë më pak shanse të bëjnë gabime. Se i qeshin gratë kur i them unë imagjinoj, imagjinoni ju këtu. Imagjinoj tani, sikur ju të tëra gratë Gjirokastrite tikrit nga Gjirokastra një muaj. E të mbylli telefonat. Tëra, komplet. E tikrit me pushime. E t'i lini dhe ata atje. Si mendoni ju, qa do ndodhte kur të vinë mas një muaj? Qa do gjeni të ju? Ha? Si do ishte Gjirokastra? Sigur t'i lini dhe ata shkretat atje, shisi janë. Po sikur t'ikin ata një muaj? Qa do t'i ndodhe Gjirokastrës? Do i ndodhin ca gjëra, s'do kishte një bish cigare për tokë. Një. Do regjistroj muaj i parë në historie e Gjirokastrës pas një të deur. 2. Them më akoma, i dini vetë ju. Po, pa tjetër që edhe njëra, edhe tjetra janë thjesht për të sjellë një shembull këtu, por më mirë kështu bashk, dhe sa më bashk aq më të fort, gra e burra, djem e vajza. Kështu që e dini vetë detyrën, merreni përsipër, 3 javë janë edhe më pak ndoshta, edhe mos lini njeri pa folur, pa kapur, pa takuar, pa bindur. Dhe me gratë demokrate ulluni dhe bisedoni si nëna, bisedoni si shoqe, bisedoni si qytetare Gjirokastrite, se, shiko, e di qa mu të bëjnë në rastin më të mirë fare, demokratë e Gjirokastrës, në rastin më të mirë fare, sikur të mblidhen, të mobilizohen, të hidhen në zjarë, e di qa mu të bëjnë? Të nxjerrin Tritanin deputet. Kjo është vepra më e madhe që mund të bëjnë. Nëse e trajtojnë thjesht si një dhurat nga Gjirokastra, një hudhër atje, që mos marrin mësysh, le ta bëjnë. Por ajo që na duhet është një mobilizim i madh. Shumë faleminderit, me shumë respekt. Edhe tani dua një të tëra në këmbë, një duartrokitje për ata atje. Jeni të fortë vallai. Bravo ju qoftë, 2 orë në këmbë. U keni shërbyer grave si që shërbenin gratë në ato oda dhe mdha që rini lartë edhe ju aty poshtë. Shumë faleminderit edhe juve, shumë respekt. Edhe mos harroni ja. Çiko ti mos mu afro, se herës tjetër kur mu afrove, na nxorën të dyve ata na thanë që unë po të bullizoj aty. Di çdo më thënë bullizim? Nuk e di. Je përgatitur sot, mirë. Po. Jo, kjo është një vjesh. Numri 5 është fitoria, numri 5 është dashuria, numri 5 është Europa, numri 5 është Shqipëria. Votoni numri